Pjesa e parë e vitit 2026 do të jetë shumë e rëndësishme me Ylber Ramadanin, mesfushori kombëtarët shqiptare hyn në muajt e fundit të marrëveshjes që ka me klubin e Lecces dhe pritet të vendoset për të ardhmen e tij. Por sipas mendjave italiane, një klauzol në kontratë favorizon vazhdimsinë e tij te Lecce. Ramadani është kthyer përsëri një titullar fiks në urdhrat e trajnerit Eusebio Di Francesco dhe për këtë arsye te Lecce e shohin si një lojtar të rëndësishëm edhe për të ardhmen. Ndaj palët pritet të ulën në tavolinën e bisedimeve për rinovimin me klubin që ka një as nën mëng në këtë aspekt. Në raportimet e mediave theksohet se Lecce ka vendosur një klauzol për zgjatjen me një tjetër vit të kontratës së Ramadanit në momentin e firmës dhe në rastin më të keq do të aktivizojë këtë klauzol për të mbajtur edhe një edicion futbollistin shqiptar, nëse nuk gjendet gjua e përbashkët për një kontratë të re afatgjatë. Andrea Agostinelli ka kaluar në disa skuadra të ndryshme në Shqipëri teksa ka qenë në pankinën e Skënderbeut, Partizanit dhe së fundmi dhe skuadrës së Flamurtarit, dhe në etapat e tij në Shqipëri ka ndeshur me shumë lojtarë të ndryshëm, mes të cilëve edhe Ylber Ramadani, të cilin e ka kujtuar në një intervistë që ka dhënë në mediat italiane. Ai po intervistohej rreth paraqitjeve të fundit të Lecces, ku luan mesfushori shqiptar dhe ka kujtuar se ishte pikërisht ai trajneri me të cilin Ramadani kishte debutuar te Partizani. Ramadani ishte një nga më të mirët dhe e bëra unë të debutonte në Shqipëri te Partizani disa vite më parë, me të vërtet një djalë i shkëlqyer dhe një profesionist i madh. Ai kishte një aftësi taktike shumë më të rëndësishme se mosha që kishte, ishte 19 vjeç dhe dukej që atëherë një i ri i plakur për mënyrën se si luante dhe për përkushtimin e çdo stërvitje që të mësonte gjithmonë diçka më shumë, kujtoi Agostinelli vitin 2016, kur ai mori drejtimin e Partizanit për disa muaj.